إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتى لفدرojm ati jemi mirënjohës, të ka i kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, të ka i kërkojmë stërhim, mbrojtje, ruajtje nga çdo e keqe që na largon prej rrugës së tij. Elusim Allahun Azza wa Jall të na ndihmojë në këtë rrugëtim, i cili padyshim që e ka një fund, por elusim të madhëruarin që fundi të jetë faqebardh dhe elhamdulillah të jemi të përgëzuar me mëshirën dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë muaj të bekuar plot mirësi, elus Allahun subhanahu wa taala të na lehtësoj punët e mira, adhurimet, për kushtimin ndaj Allahut azza wa jall, të na udhëzojë që të bëjmë lutjet e duhura dhe për kushtimin që ai kënaqet subhanahu wa taala. Luma ai që në këtë muaj të Ramazanit del i shpëtuar dhe është për atyre që tashmë Zoti ka çliruar nga zjarri i xhehenemit dhe janë për xhenetlive dhe të shpëtuar nga ndëshkimi i tij. Folëm herën e shkuar vëllezërit e mi rreth armiqësisht së shejtanit mallkuar kundër njerëzit. Dhe tham se kjo armiqësi është shumë e vjetër. Filloi që para se t'i fryhej shpirti Ademit alayhis salam. Iblisi i mallkuar u betua se do ta shkatërrojë njeriu, madje u betua para Allahut subhanahu wa taala me një betim që tregon se sa të thella janë rrënjët e urrëties në shpirtin e tij kundër kësaj krijese, pra njeriu. Kjo është një luftë e vazhdueshme deri në ditën e gjykimit. Nuk ka neutralitet, ose do të jesh armik i shejtanit, ashtu siç ka urdhëruar Zoti, ose do të jesh miku i tij. Pozit asnjë anse askush të mos pretendojë se mund të gjejë. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armiku juaj, prandaj konsiderojeni si armik. Gjithashtu përmendëm se lufta jon kundër shejtanit mallkuar zhvillohet përmes mënyrave që ka caktuar Zoti, jo përmes mënyrave që ne i caktojmë në mendjen tonë. Pra ajo zbatohet, pra kjo luftë mund të zhvillohet kundër shejtanit mallkuar përmes adhurimit të sinqert drejtuar Allahut xhaleshanu, përmes dhikrit, përkujtimit të Allahut, kërkimit të mbrojtjes së tij, pra të Allahut subhanahu wa taala kundër shejtanit mallkuar. Kjo luftë tham që kërkon të jesh i vazhdueshëm dhe vigjilent, në mënyrë të pandërprerë, asnjëherë mos e heqësh vëmendjen, dhe tham që është një betejë e ashpër dhe e pandërprerë. Gjithashtu përmendëm se pse zhvillohet kjo luftë, dhe tham që arsyeja është xheneti i Allahut dhe kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra profeti ka thënë sallallahu alaihi wasallam, tham herën e shkuar, me të vërtet malli i Allahut është i shtrenjtë, me të vërtet malli i Allahut është xheneti. Kështu qëllimi ynë është të hyjmë në xhenetet e përjetësisë. Dhe ky është qëllimi i rrugëtimit në këtë dynja. Të punojmë të kënaqim Allahun subhanahu wa taala, të nënshtrohemi të adhurojmë atë me shpresën që Zoti do na fut përjetësisht në xhenetet e tij, në të cilat nuk hyn vetëse shpirti besimtar, i nënshtruar ndaj shpallive të Allahut xhaleshanu dhe zbatues të tyre. Ndërsa qëllimi i shejtanit mallkuar është të na largojë dhe pengojë nga kjo rrugë, me të gjitha mënyrat që ai ka mundësi. Dhe tham që fitoria në këtë luftë vëllezërit e mi arrihet me iman të fortë, me adhurim, durim, mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala. Përmendëm gjithashtu se strategjitë e shejtanit mallkuar synojnë disa çështje kryesore dhe tham të ndaloj robin nga adhurimi, sepse adhurimi është elhamdulillah ajo që i mundson njeriu të hyjë në xhenet, t'ia lehtësoj rrugëtimin. Shejtani mallkuar të pengon nga adhurimet, nga falja e namazit, agjerimi, dhikri, përmendja e Zotit e tjerë. Gjithashtu të shpërqendroj, nëse s'pengon tërësisht, të shpërqendroj nga adhurimet, nga namazi apo nga çdo lloj adhurimi tjetër. Ose ta dobësoj lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa taala. Ose një mënyrë dhe armë që e përdor është të zhys në kënaqësitë e kësaj dynjaje dhe të bëj të harrosh ahiretin. Nëse sheh në veten tënde o vllaim dhe motër e nderuar, nëse sheh që je i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala,
i përqendruar në adhurim për ta kryer atë që do Zoti, dije se kjo është ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe je në rrugë të mbarë. Nëse shikon që je i përqendruar, nuk je i përkushtuar tërësisht, dije se shejtani po përpiqet të zbeh imanin dhe të largojë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm gjithashtu edhe çështje tjera që shejtani mallkuar ka ushtrinë e vet që e përhap, mos kujtoni se kjo është diçka metaforike ose figurative, se të sulmon shejtani, vallahi është reale. Dhe ai mallkuar ka ushtritë e veta që i lëshon, e ka arshin e vet e vendosur mbi ujë dhe lëshon ushtritë e veta dhe i merr në analizë çfarë kanë vepruar, si kanë vepruar. Pra mos kujtoni se është diçka jo reale, kjo armiqësi e shejtanit mallkuar. Kalojmë direkt sot vëllezërit e mi në temën e sotme që janë formulimet e istiadhes. Pra, kërkimi i mbrojtjes, istiadhja është kërkimi i mbrojtjes. Kemi thënë tek Zoti xhaleshanu që të ruaj nga ndikimet e shejtanit mallkuar. Istiadhja paraqet një akt të rëndësishëm që i paraprin leximit të Kuranit dhe çdo adhurimi të rëndësishëm dhe veprimeve të tjera, duke kërkuar ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Fillojmë me njëherë me disa, pra këto janë formulimet që janë sjellë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush pyet si të bëj istiadhen, çfarë të them që të ruhem nga shejtani mallkuar, atëherë formulimi i parë që është transmetuar o vëllezërit e mi është forma a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala prej sherrit të shejtanit mallkuar. Ky formulim është më i njohur, më i përdorur për istiadhen. Dhe është i bazuar në urdhrin që jep Allahu subhanahu wa taala, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Pra kërkoj istiadhe tek Allahu prej shejtanit mallkuar. Një lloj si themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra ky formulim e ka bazën në librin e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë ajet që sapo tham në surën Nahl. Imam Ibn al-Mundhir thot, është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith përcjell nga Ibn Mas'udi, se ai para se të fillonte leximin e Kuranit, pra profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra e përdorte këtë formulim në namaz përpara se fillonte leximin e Kuranit. Një incident i përmendur në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam na ilustron rëndësinë e këtij formulimi. Ky formulim përdoret jo vetëm në namaz, por edhe jashtë namazit, për raste si ky që do të përmend. Përcillen nga Sulejman ibn Surad, një herë në pranit profetit sallallahu alaihi wasallam u grindën dy burra. Njëri prej tyre u zemrua aq shumë sa që fytyra e tij u skuq. Pra u zemrua fort. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, duke parë gjendjen e të dyve: unë di një fjalë që nëse ai do ta thoshte, zemrimi i tij do të largohej. Dhe ajo fjalë është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra nëse ta thoshte atë fjalë në momentin e zemërimit dhe shpërthimit, ky zemërim do të zbutej dhe do shuhej. Atëherë, një burr ju afrua të zemëruarit, pra atij personi që ishte zemëruar dhe i tha: a di se çfarë tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Ai tha që unë di një fjalë që nëse do ta thoshe, do të largohej zemërimi prej teje. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Por i zemëruari, duke qenë ende në ndikimin e emocioneve, tha: mos të dukemi çmendur unë. Prapë vazhdonte të ishte i zemëruar. Megjithatë, kjo tregon, ky formulim pra është i parapëlqyer që të përdoret edhe në këto raste. Pra kur njeriu zemërohet, mos të reagoj menjëherë, të hesht dhe vetëm gjë që thot me veten e tij thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Do të kërkoj mbrojtjen teje nga sherri i shejtanit mallkuar, sepse zemërimi sjell belara. Bela të madhe sjell zemërimi. Në moment zemërim njeriu edhe gjën më të pa imagjinueshme mund ta veprojë. Ky formulim është i parapëlqyer nga shumica e dietarëve, të hershëm dhe lexuesve të Kuranit, dietarët e njohur si Abu Amr al-Basri, Asim ibn Najwad, Abdullah ibn Kathir al-Mekki dhe të tjerë kanë përzgjedhur këtë formulim nga dietarët e vjetër. Gjithashtu ky formulim ka qenë i përdorur shumë nga sahabët dhe tabiin, siç ka qenë Umar ibn Khattab, i biri i tij Abdullah ibn Umar ibn Khattab, edhe imamët e mëdhenj të shkollave juridike, Abu Hanife, Imam Shafiu, Imam Ahmedi. Allah i mëshiroftë kanë konsideruar këtë formulim si më të përshtatshëm dhe më të përhapurin të përdorshëm. Formulimi i dytë që ka ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i ngjashëm me këtë, por ka disa shtesa. Pra çdo formulim ka disa shtesa brenda tij, edhe ato janë shumë të rëndësishme nëse do meditojmë në to inshallah. Ky formulim thot a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu
dhe shtohet këtu çfarë? Sami'il alim. Gjithë dëgjuesi, i gjithë dituri. Prej sherrit shejtanit mallkuar. Këtë dua Ebu Said al-Khudri e përcjell nga profeti sallallahu alaihi wasallam sa i e përdorte në namazin e natës. Para se të fillonte namazin e natës, leximin e Kuranit, e përdorte këtë formulim. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu, i gjithë dëgjuesi, i gjithë dishmi prej sherrit shejtanit mallkuar. Edhe në këtë dua profeti pra, sikur se tham, kërkon mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala, por përmend pra këto dy emra të Allahut subhanahu wa taala, as-Sami', pra gjithë dëgjuesi, el-Alim, i gjithë dituri. Dhe nuk janë përmendja e tyre pa urtësi, pa dyshim. Ky formulim mbështetet në disa ajete të Kuranit që nxisin që ne të kërkojmë ndihmë tek Allahu në momentet e nxitjes dhe çytjeve të shejtanit. Thot Allahu xhaleshanu: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim." Në surën A'raf. Pra nëse të ngacmon shejtani, thot, me ndonjë tundim, me ndonjë ligësi të ngacmon në shpirt, kërkon mbrojtje tek Allahu dhe menjëherë Zoti subhanahu wa taala përmend të dy emrat e tij. Sepse ai dëgjon dhe di gjithçka. Dëgjon vezveset e shejtanit, di sherrin që ai fut në zemrat dhe shpirtat e njerëzve, e di dobësinë tënde si rob i Allahut, që i pafuqishëm përballë shejtanit, sepse nuk e shikon dhe nuk e di kurthet e tij. Pra përmend Zoti këto që ti të mbështetësh zemrën fort tek ai që është gjithë dëgjuesi, i gjithë dishmi. Pra, përmendja e emrave të Allahut, edhe kjo në vetvete përmban një mbrojtje të fortë kundër shejtanit mallkuar. Pra, këto ajete tregojnë se kërkimi i mbrojtjes është një praktikë që mbështetet në njohjen e atributeve të Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë ta njohësh Zotin subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij dhe ti përdorësh këto emra kur lutesh, aq më afër është përgjigjja e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky formulim është përdorur nga shumë për lexuesët e Kuranit, përmendin dietarët i numër të shumtë, për mos përmendur emrat, po e shkurtojmë dhe kalojmë tek formulimi i radhës. Në formulimin e tretë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam ka përdorur në këtë formë: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu, gjithë dëgjuesi, gjithë dishëm, pra është i lloj si ai pararenci, që të më ruaj prej sherrit të shejtanit të mallkuar, dhe përmend profeti sallallahu alaihi wasallam tre aspekte nga më të rëndësishmet që të ruaj nga shejtani i mallkuar. Cilat janë? Thot min hamzihi, pra nga hemzi i tij, nga nefhi i tij dhe nga nefthi i tij. Çfarë janë këto të treja, vëllezër e mi? Ebu Said al-Khudri e ka përmendur këtë dua, edhe kjo përdoret gjithashtu në namazin e natës, pra si hapje e përdorte profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është hemzi i shejtanit mallkuar? Min hamazati shayatin, si thot Allahu në ajet Kurani: Rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin. Hamazat, çfarë janë hemzi i shejtanit? Vëllezër e mi, ky term nënkupton çmendurinë, ikjen e mendjes, Allahu na ruajt. Dhe shejtani mallkuar e ngacmon dhe e tundon njeriu dhe dëmton atë në aftësinë e të menduarit, aftësinë e të logjikuarit, madje mund ta bëjë dhe të paftë për të menduar. E keni dëgjuar atë fjalë që thoni, o grahisi i shkreti, ose iku nga mendja. Çfarë ndodhi? I mallkuari e ka goditur dhe tunduar. E ka rënuar me mënyrat e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose siç e formuluam min hamzihi, pra nga çmenduria që shkakton shejtani, nga rrugët e tij dhe intrigat e tij. Pra ky formulim, kjo pjesë që zakonisht thuhet edhe në çdo namaz, pra para hapjes së namazeve, përdoret shpesh kjo. Sheikh Albani Allahu mëshiroft e ka saktuar të hadith, madje ai e preferon më shumë këtë lloj formulimi në faljen e namazit. Pra ta themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pse se përmend të tre gjëra. Pra e para ishte hemzihi ti, nga çmenduria që shkakton shejtani. Ky term nënkupton çmendurinë, shqetësimin ose nxitjet e dëmshme që shejtani u sjell njerëzve për t'i devijuar nga e drejta. Ebu Davudi e shpjegon këtë term pra si çmenduria dhe ndikimi i dëmshëm që sjell shejtani i mallkuar. E dyta është nefhihi. Kjo fjalë referohet mendje madhësisë ose arrogancës. Tipare që shejtani përpiqet t'i ngulisë në zemrat e njerëzve. Në fakt, subhanallah,
Mendjemadhësia, arroganca bëhet shkak që njeriu të refuzoj besimin, të refuzoj të nënshtrohet dhe për uljet Allahu xhaleshanu. A refuzoi Iblisi për shkak tjetër veç arrogancës dhe mendjemadhësisë së tij? Nuk u përul tek Allahu subhanahu wa taala sepse unë jam më i mirë se ai. Këtë përpiqet ai mallkuari ta fuz në zemrat e njerëzve, subhanallahu, nefkhihi. Pra, nefkhi është ajo që shkakton shejtani brenda shpirtit të njeriu prej mendjemadhësisë, mos nënshtrimit, mos përulësisë, dhe të bën që mos i nënshtrohesh Allahut xhaleshanu. Kërkoj Allahut mbrojtje të ruaj nga nefkhi i tij. Edhe kjo është një formulim shumë i rëndësishëm, sepse zemrat e njerëzve cyten nga shejtani mallkuar dhe mbushen me mendjemadhësi, vëllezërit e mi. Pastaj tham nefthihi, kjo fjalë referohet e treta fjalëve të zbukuruar dhe mashtruese të shejtanit, që përdoren për të turbulluar mendjet e njerëzve dhe për t'i larguar nga e vërteta. Domethënë nefthihi e treta çfarë është? Mundësi dhe rrugët që përdor shejtani mallkuar për ta zbehur imanin në zemrat tona. Dhe mendo se sa të shumta janë këto rrugë sot. Sidomos me këto mjetet e sotme të komunikimit, vallahi këto rrugë janë hapur pa numër dhe pa kufi, subhanallah. Që ta zbeh imanin në zemër, ta zbukuron të keqen, ta zbukuron epshin, dëshirën, shfrenimin, kënaqësitë e kësaj dynjaje, të largon nga ahireti dhe dëshira për të. Pra kjo është nefthi i tij. E kuptua kush janë këto të treja, vëllezërit e mi, edhe kjo është shumë e rëndësishme, njeriu. Pra edhe një herë, ky formulim kërkon mbrojtjen e Allahut nga tre forma kryesore të shejtanit mallkuar, pra të ndikimit të tij, çmenduria dhe trazimi i mendjes, që është hemzihi, mendjemësia dhe arroganca, që është nefkhihi, dhe mashtrime dhe fjalët e bukura por të dëmshme, të cilat devijojnë zemrën e njeriut. Ky ishte formulimi i tretë. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Një formulim tjetër, vëllezërit e mi, vjen dhe ai është në këtë formë: Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. O Allah, kërkoj mbrojtjen tek ti prej sherrit të shejtanit mallkuar, prej hemzit të tij, prej nefkhit të tij dhe prej nefthit të tij. Këto të tre të fundit ne i përmendëm pak më sipër. Veçantia e këtij formulimi që e sjellën dietarët është sepse në fillim të istiadhes ti i flet drejt për drejt Allahut. Nëse në istiadhet e tjera ose formulimet e tjera thua a'udhu billahi, kërkoj mbrojtjen e Allahut, në vetën e tretë të ti. Tashmë i thua Allahumma inni a'udhu bika. Kjo është një lloj afërsie më e madhe, ose themi një drejtim drejt për drejt, një lloj përulësie që tregon ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udhu bika, o Zot, kërkoj mbrojtje tek ti. Tamam si ai që ngre duart me përulësi dhe përgjirim të fortë, që o Zot kam nevojë të madhe shumë. Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim, min nafkhihi, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Pra, ky formulim bazohet në hadithin e përcjell nga Abdullah ibn Mas'udi, që profeti ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Në këtë lutje njeriu kërkon mbrojtje dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala nga shejtani dhe ndikimet e tij, që tham shprehen ato tre forma që përmendëm pak më sipër: çmenduria, mendjemadhësia dhe fjalët mashtruese dhe tundimet. Ky formulim është një mënyrë gjithëpërfshirëse për të kërkuar mbrojtjen nga të gjitha format e ndikimit të shejtanit mallkuar. Dietarët si Hasan al-Basriu dhe Ishaq ibn Rahawayhi e kanë përdorur këtë lutje duke theksuar rëndësinë e saj në mbrojtjen shpirtërore dhe për kushtimin që kemi ndaj Allahut xhaleshan. Pra, përgjirohu tek Zoti, drejtohu drejt për drejt. Në raste kur ke ngacmime të forta dhe largim nga rruga që kërkon Zoti subhanahu wa taala, nga imani i pastër, nga xheneti i Allahut xhaleshanu. E shikon që po kërcënohesh, drejtohu fort tek Zoti xhaleshanu me këtë lloj bisede të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Thon dietarët, ky formulim përmbledh një kërkesë të përulur për mbrojtje nga të gjitha format e së keqes që shejtani përpiqet të sjellë në jetën e njeriu. Kjo është një udhëzim i çmuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, që na mëson të drejtohemi Allahut me besim të plotë dhe për ulësi për të na ruajtur nga çdo gjë e keqe. Dhe një formulim i fundit për ta mbyllur është a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha huwa as-sami'ul alim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu
për shejtanit të mallkuar, me të vërtetë ai është gjithdëgjuesi i gjithë dituri. Edhe kjo është e parafort me formulimet e tjera, por në rastet kur njeriu, dhe kjo përdoret gjatë kohës kur hym në xhami o vëllezër tani. Sa herë që hyn në xhami e thua këtë lutje dhe kjo është vërtet madhështore, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë formulim: A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Pra edhe një herë kërkojmë mbrojtje në Allahun madhështor. Thot billahi al-azim, pra në Allahun e madhërisëm. Wa bi wajhihi al-karim, dhe në fytyrën e tij të nderuar. Wa bi sultanihi al-qadim, dhe në sultanin, pra në pushtetin, sundimin e tij të hershëm, të përjetshëm, që të më ruaj nga shejtani i mallkuar dhe sherri i tij. Në këtë rast çfarë përmendëm në lidhje me lutjen? Përmendëm madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, fisnikërinë e fytyrës së tij dhe faktin që pushteti i Allahut xhaleshanu është i hershëm. Dhe ai është nga pushteti i Zotit nuk del asnjë lloj krijese. Edhe kjo është një lloj ndërmjetësimi tek Allahu xhaleshanu me emra dhe përshkrimet e tij të ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar. Pra edhe kjo është një formulim përdoret sa herë që hyn në xhami. Pra thua bismillah, pasi jep salavate për profetin sallallahu alaihi wasallam, thua a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Mësojeni këtë lutje sa herë hyni në xhami o vëllezër e mi. Që elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala të na ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar. Këto ishin disa formulime, padyshim formulimin që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam janë më parësore të përdoren dhe e mira është që të vëzhgohet se cilat janë rastet kur ato përdoren. Namazet e përgjithshme, në namazin e natës, në kohën kur hyn në xhami, ose në rastet e zemërimit, siç thamë në hadithin e parë. Pra ti përdorësh në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam i përcaktoi që përdoren, kjo është me përkryera. Elus Allahun xhaleshanu na ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar. Së fundmi çoni salavat e profetit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.